Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Një mbrëma ku do që në ndisni. Një qartësim të plotë të situatës tashme bëri gjykata kushtetuese duke nxjerrë njoftimin mbi akt gjykimin e saj mbi dekretin e presidencës për shpërndarjen e kuvendit. Me këtë akt të gjykim, gjykata kushtetuese sqaroi gjithë procedurën se si fillon, kur fillon dhe kur mbaron çdo afat, çdo tavan kohor për kuvendin e Kosovës që ka përgjegjësinë ta zgjedhë presidentin. Në mënyrën se si e bëri interpretimin, gjykata kushtetuese nga kritikët konstitucionale u vlerësua se i dha mundësi të nxjerrë me pincet pjesë të trofeut politik si vetëvendosjes, po ashtu edhe Vjosa Osmanit si presidente e vendit. Mbajti duket neutralitet sipas kritikëve, duke e vënë funksion aktivizmin gjyqësor si një instrument që është i njohur, por që u bë thuajse pjesë e vlerësimit të procesit politik. Ato duhet ta bënte gjykata këtë të thoshte më qartë kush bëri shkelje, kush nuk bëri shkelje në rastin e dekretit presidentit. Ftoi për analizë ish deputetin, profesorin e Universitetit të Prishtinës, Ardian Kastrati. Kastrati, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën. Unë jam mirë, ti je mirë, ajo sa ajo është mirë. Në kohën e tashme, po e referon foljes jam. Dhe duket që gjykata kështu nxori një fund duke bërë pak a shumë të lumtur politikisht, si vetëvendosjen, po ashtu edhe zonjën Vjosa Osmani. Ju si e pat? Po, do të thotë të kalumen ishin mirë, sepse e zgjodha figurativisht kështu. Po, jo, shumë e drejtë e keni zgjidhur, sepse mendoj që është një menaxhim politik më shumë i situatës politike se sa doktrina si do duhet të ishte interpretimi juridik për çka do të qëndron në gjykata kushtetuese. Po shpresoj që në tarmen nuk do të kemi situata të tilla. Megjithatë u konkludua që e vërteta ishte se deri me 5 mars ka pas me u zgjedh presidenti dhe pastaj kjo pjesa me 34 ditë që shtuan është pikërisht ajo që thatë ju në hyrje të emisionit që thotë me pincet me jap mundësi secili nga pak me përfitu me fitoren politike. Mirë, po mendoj që tash drama vazhdon edhe frigohem që duke njohur sidomos këtë partinë e pushtet vetëvendosin, sepse kjo situatë ka dhënë mundësinë tash me pas ushtruesin e detyrës presidentit. Mos do të tentojmë me bëdhe thyre tjera të kushtetutës, sepse janë kampion super kriminal në thyrën e kushtetutës 16 herë më shumë deri më tani, për ta zhvendosur datën e zgjedhjeve jashtë tavanit ku e përcaktoi. Para 4 marsit, afati imperativ për kuvendin detyrues, një muaj përpara, tha gjykata vlen ai afat, rrjedh. Që nuk kupton se deri në një periudhë kohë për 60 ditësh, kuvendi ka për detyrë përfundoj gjithë procedurën e zgjedhjes së presidentit. Sakt. Ka përna shpjen situata. Dha zgjidhje gjykata kushtetuese me këtë? Mendoj që një lloj zgjidhje është dhënë, po ashtu siç e thotë në fillim, është më shumë menaxhim politik se sa situatë ku do të interpretoj më qartë juridikisht këtë kompleksiteti i këtij procesi. Për faktin se po u pajtu që 60 ditë që do duhet konzumoj para se të konzumohet 30 ditë që para zgjedhjes së presidentes e tjera, po tash ky komplikimi s'ka filluar 60 ditë që je konstituimi i kuvendit e shtoi këtë 34 ditëshin dhe unë këtu frigohem që drama vazhdon dhe këtu frigohem që do të kemi një lloj konfuziteti në kuptimin se a fillon loja prej fillimit apo qartësoj gjykata qartë. Apo jo, sa i përket aspektit kohor. Ndoshta kjo është një gjë e mirë, por mos zgjedhja presidentit nuk është çështje e një nevoje të madhe që gjykata kushtetuese të përfshihet për të zgjedhje. Nuk ishte dhe nuk ka vullnet politik, duket qartë, Kastrati. Po të kishte vullnet, kjo çështje do të ishte çështje teme harruar. Po, sakt. Jo, sakt se nuk kemi të bëjmë me krizë
konstitucionale. Kemi të bëjmë me krizë politike, pra faji është komplet në anën e politikanëve, e mbrenda skenës politike dihet që fajtori më i madh është Albin Kurti dhe Vetëvendosja, partia në pushtet nuk ka aty dylim, por nuk janë pa faj as parti tjera sepse ishin pak neglizhente, pak frigoshin, pak veprojnë kështu dorën zemër, ndoshta nuk jam shumë brutal edhe pak korriz në situatë të tillë, vend që më qenë më agresiv, më të qëndrueshëm përballë një pushteti sikur ky Albin Kurti, i cili do të dihet që Kosova e ka izoluar. Ndërkombëtarisht e ka degraduar ekonominë brenda, ka migrim masiv, e tash do thotë po bën këtë lojë në interpretime juridike duke instrumentalizuar për qëllime politike, edhe rezultati në fund çka? Do thotë rezultati është marrja e Zotit, do thotë ne kemi vendin që neve të gjysë pa institucione. Pra një kuvend i cili nuk funksionon, një kuvend i cili nuk marrën ligje, një kuvend i cili menaxhon përmi 20 e kusur agjencione shtetërore, shumica të cilat janë me ushtrues detyre. Tani shkojmë me ushtrues të presidentit, e më vonë i del edhe kvorumi, do thotë gjykatës kushtetuese, dhe jemi në kollaps total. Mos flas për ekonominë, mos flas për migrimin, dhe dorën zemën çuditem edhe se si kjo shoqëri është komplet apatike, dhe më është apati, dhe më nuk reagon, bëhet sigur se çdo gjë po ecë në rregull, semaforat punojnë, trafiku çarkullon, njerëz çohen në 8 mëngjes, kthehen 5 pas 10 prej punës, ndërsa bota vlen, ndërsa zhvillimet gjeopolitike shihni se çfarë janë, lufta atje në linjën e mesme ku janë përfshirë disa shtete, edhe ne do të bëjmë akrobacione elektorale. Kjo është për studim. Një vit i humbur u trajtua se ishte viti 2005, një vit i humbur për Kosovën, dhe ky vit nuk filloi me këmbë mbar, nëse mund ta them ashtu me gjuhë jargon popullor. Po them, është vlerësuar, është një çështje qartësisht e ditur se po të kishte vullnet partia e parë, do të rrugtonte politikisht në trajektoren duke formuluar një kompromis, konsensus me të tjerët, që temën e presidentit mos e bëj instrument të bllokadës politike, instrument të inskenimit një bllokade politike, çfarë po na troket Kastrati. Shiko, partia në pushtet Në cilin situatë politike ndodhet Kosova, me cilin rrëfim po jeton Kosova, sipas jush tash? është rrëfim për më zot më keq, do thotë në kuptimin që i rendita, i listova, do thotë problemet e sa të gjendet Kosova, dhe ne zgjedhim formulën më të keqe dhe me bë akrobacione elektorale në këtë kohë. Dhe kjo është ekskluzivisht për fajin e partisë në pushtet, thash pa i përjashtuar edhe fajet dhe përgjegjësitë e opozitës. Ashqare është evidente që Albin Kurti dhe partia atij kanë luajtur me qëllim këtë lojë politike që me bloku situatën, me shkaktu kriza politike, pastaj me luajtur këtë lojën e zakonshme të tij politike të viktimizimit, duke munduar që partive opozitare me u hedh fajin për bllokadat institucionale, respektivisht për zgjedhjen e presidentit. Dhe këtu jemi në këtë moment që më pyetet ju. Në lojë janë dy palme, zonja Osmani dhe zoti Kurti. Prishën figurativisht, po them, një qahin e tyne. Dhe gjithë kjo situatë, ky lëmsh, ka këta dy figura që po e amplifikojnë, po e forcojnë dhe më shumë këtë blokadë, dhe tjerët nuk po duken fare që janë pjesë. Po mos prishej ky një qas, zonja Osmani mbase do të ishte presidente në mandatin e dytë. Dhe gjithë betejat po bëhet, kush po fiton me rrëfimin, kush pas fajet që vendi po shkon prapë në zgjedhje. Po, e vërtet kjo se po kur gjë e re në kuptimin se çfarë produkte, çfarë rezultati i kanë jep ky binom Kosovës së të kaluarën. Do thotë që të dytë kanë pas një gjuhë shumë helmuese ndaj këtë opinionit publike, sidomos ndaj kundërshtarëve politik, dhe ashtu siç u ndërtuan, do thotë me gjuhë helmuese toksike, ashtu edhe u ndan njëri me tjetrën, sepse figurinat politike sikur të tipit të këtyre gjithmonë përfundojnë kështu. Pra si e kanë fillimin me helm, ashtu edhe me helm përfundojnë. Pra ishte në pyetje komplet interesi personal i tyre, a do bëhen presidente apo Albin Kurti do t'i merr të gjitha institucionet përfshi këtu dhe presidentin, edhe tash do thotë kjo është një barazim një autokraci elektorale. Pra nuk kishte të bëj këtu fare pak kjo po hiç me interesin e Kosovës. Dhe në një moment do thotë u zgju Vjosa Osmani, e tash e keni po bën edhe fushat me qytetar, kinse ja sa e kujdesshme sa mirë, ndërsa 5 vite ishte ngjit në karrikën e presidentës sikur me ngjitse edhe nuk lëvizte që nga aty. Pra komplet ka qenë interes personal
i Vjosa Osmanit dhe Albin Kurti për kalkulimet e tij elektorale. E tash formula është e njëjta, më hedh fajin opozitës se ju keni faj për mosgjedhjet e presidentit dhe ne jemi viktima. As kritika nuk ka tashmë ndaj opozitës nga ana e zotit Kurti. Gjithë reflektorët e asaj betejë ndodhen për të pa këtë betejë po them midis zonës Osmani dhe Kurti. Kush përfiton me narracionin? Kush pa të drejtë, zonja Osmani apo zoti Kurti? Të tjerët nuk po i shoh që vërehen me impakt në procesin politik të tashëm. Janë tregu frigacak opozita, thash në fillim të bisedës me ju, do thotë janë tregu frigacak përveç të tjerash. Do thotë nuk kanë qenë proaktiv. Kjo është një lojë në cilën ti dush me qenë jo vetëm proaktiv, por me qenë me intensifiku negociatat që me i tregu qytetarit se ti po angazhohesh. Ndërsa këta u tërheqën disi edhe u zbehen duke munduar që mos me u fut me lut një farë neutraliteti, mos me u fut në këtë relacionin Albin Vjosa. Po në fakt kështu mendoj që kanë me hub nëse kjo lojë, nëse kjo formulë përsëritet tash në këto javët në vazhdim. Për dy arsye. E para unë mendoj që Albin Kurti dhe vetëvendosja se thatë ju me këtë pincetën ju ka mundësu gjitha pale me nxjerrë ka pak fitore nga elemente fitore, po. Po saktë, elemente fitore nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, duke njohur praktikat e mëhershme, duke pasë se vetëvendosja ka qenë një shkelëse brutale e kushtetutës me 10 herë, unë nuk e përjashtoj mundësinë që këta mund ta shkelin edhe kësaj radhe afatin kushtetues që ka përcaktuar ky akt gjykim që do të mbahen zgjedhjet nëse nuk zgjedhet presidenti në 34 ditë, pra të mbahen në afatin kohor që i bie diku në fillimi i qershorit, me tendencë që me shty këto interpretim pas interpretimi deri verës kur vije diaspora ku këta fitojnë vota jashtëzakonisht shumë me diasporën sepse ashtu vërehet që qytetarët rezident nuk e dojnë këtë regjim të Albin Kurtit për shkak të situatës ekonomike, sociale në gjendemi. Po kastrati, por zgjedhjet që mbajti Kosova të jashtëzakonshëm, ministrit e dhjetor prodhuan një rezultat në kutit e votimit historik për lëvizjen vetëvendosje. Po. Historinë e parlamentarizmit, po them. Mbi 51.1%. Dhe pyetja logjike është pse Kosova të mbajë përsëri zgjedhje? Pse? Sepse po don Albin Kurti. Pra Albin Kurti do thotë fatin e vet personal politik e ka lidhur me fatin e Kosovës. Kjo është fatkeqësia jon. Fatkeqësisht shumë njerëz janë brenda atij 51% që janë verbu, nuk përshohin këtë realitet, kur të shohin ka më qenë vonë edhe për ta, edhe për Kosovën. Thjesht pra ka lidh fatin e vet personal duke marrë peng krejt Kosovën, se në këto ngjarje gjeopolitike në këtë moment kur globi po vlen, siç e thash në fillim, ku do të ishte Kosova. Pra me një pushtet e stablu mirë me 51% siç e thatë ju, nuk do të diskutoja me i pas institucionet, por në fakt do të ishim në një stad tjetër edhe më të avantazhuar, i cili është ky. Kosova të ruante aleancat ekzistuese, gjë që nuk po e bën, domethënë Albin Kurti ka prish këtë relacionet. Me SBA është izoluar ndërkombëtarisht, i izoluar edhe në këto relacione ndërshqiptare sepse me Tiranën thjesht nuk kemi relacione. Ekonomia për toke, migrimi po, çmimet e larta po. Po përveç këtyre, në një situatë tillë ku po vlen globi nga këto luftra, është derë që Albin Kurti jo vetëm me rujt aleancat ekzistuese, po me kriju aleanca të reja. Pra në këtë moment ne nuk do të flisnim ma do të po a kemi institucione as kemi. Paradoksi llojit vet, por do të zhvillonim edhe të shkojmë një hap më tutje me zhvilluar aleanca të reja përveç këtyre ekzistuese. Për shembull, bënim aleanca, marrëveshje bashkëpunimi, sido që quhen ato në aspektet e sigurisë dhe të ushtarake me Bullgarinë, me Turqinë, siç është bërë me Kroacinë dhe me Shqipërinë, të armatimeve tjera. Ndërsa ne ku jemi sot diskutojmë apat faj ky apo apat faj ai president. Dhe tash fatkeqësisht shumica qytetarëve janë fokusuar në këtë diskurs që ka imponuar Albin Kurti. Do thotë kanë faj këta apo s'kan faj këta. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani. Bëhet president emri përveçëm. Rivaliteti reduktohet tek këto dy figura. Tek këto dy figura dhe në diskursin e thjesht pat faj ky apo pat faj zgjedhet ky apo zgjedhet ai duke luajtur me emra të përveçëm të kandidatëve potencial për president. A shihni se ku qëndrojmë ne ekonomikisht dhe politikisht? Të merr. Gjithë situata ka një emërus, një bilanc. Krizën duket të inskenuar, mirë të menduar kastrati. Kujt i përshtatet kjo klimë pa qëndrueshme?
politike për Republikën e Kosovës. Mendoni në Po, përgjithësi, kjo klim e tashme ka një emërus krizën, blokadën. në Në të rrafshin njëjtën kohë, kur vendi ka shumë nevojë që siç thatë ju të zbarkoj me marrëveshje, me interesim të madh për alianca, jo vetëm politike, po edhe të sigurisë, duke pa këtë Serbi ende të pa denacifikuar me ambicie për të pinu, po them, paqen edhe stabilitetin në rajon. Kjo është evidente që i konvenon armiqve të Kosovës, nëse flasim rrafshin e jashtëm, Rusisë dhe Serbisë, respektivisht agjendave ruso-serbe, të cilat na trokasin te dera shtëpisë aty 24 orë, janë kjo hegemonia serbe është aty, dhe unë frigohet që në situatë tillë kur jemi pa institucione, kur jemi kaq fragil, kur miremi shumë me tema të kota, se këto të kota janë nëse Serbia në esencë po, nëse Serbia merr ndonjë aksion të tipit underground si me Banjskën e tjera, atë ku do të jemi ne me reagim. Pra kjo i konvenon armiqve tonë të jashtëm. Jo kot armatosën Serbia edhe me këto raketat kineze tjera, sepse ajo pret një moment të caktuar dhe shpresëm që po çesë kohë ndridhje të mëdha tektonike gjeopolitike edhe në Ballkan, në një situatë kur nuk mund të reagojë NATO, meqense kemi trupa tek forit këto e tjera. Për atë moment shërben ato raketa, po nëse besoj që ka marrë një punë të tillë, s'po kur shpresoj që jo. Ndërsa në rrafshin e brendshëm, po që se bëjmë kështu kalkulimet puro politike, në rrafshin e brendshëm për kalkulime potenciale elektorale, pra zgjedhore, i konvenon vetëm Albin Kurtit. Ndërsa Kosovës as në rrafshin e brendshëm, as në rrafshin e jashtëm. Pra ne do të ishim në një situatë ku furishëm do të punonim e do të lebonim për rumbullaksimin e këtij shteti, i cili fatkeqësisht s'është i rumbullaksuar, s'është i plotësuar në rrafshin ndërkombëtar, sepse nuk është as antar i OKB-s, as i BE-s, as i NATO-s e as i organizata ndërkombëtare të rëndësishme. Në rrafshin ndërkombëtar ish kreu i Forcave Sigurisë Kosovës, TMK-s, generali në pension. Agim Çeku ka dhënë këtë cilësim në këtë studio. Për sa kohë që Kosova keqësoi raportet me aleatet, me SHBA-t dhe vende tjera të Bashkimit Evropian, Serbia u trimërua sipas tij dhe shfrytëzoi këtë situatë të krizës midis Kosovës dhe aleatëve për ta sulmu Kosovën në sulmin që e organizoi vetë si agresion në Banjsk. Kështu nuk e tha agresion prokuroria, por ishte agresion direkt i Serbisë, duke përdor kriminalet terroristë atje që ka ende rreth vetit autokrati Vučić. Dhe sa janë më rëndësi që të ketë qëndrueshmëri, po them, këto raporte që Kosova të mos çojë mesazhe dhe lajme para botës që qëndron jo mirë me aleatët, të mos e ushqej narrativen që mezi për ta mirëmbaj Serbia, për ta minu po them edhe një herë paqen dhe stabilitetin në rajon. Janë të vëmendshëm sipas jush këta udhëhec se çfarë po bëjnë? Jo që janë të vëmendshëm, po tani kam përshtypjen e kam thënë më që ky Kurti do thotë është qëllimisht duke operuar dhe vepruar brenda agjendave ruse-serbe. Sepse me sjell situatën në një pikë të tillë ku ti në fakt nuk ke raporte me administratën e kësaj prezidence Trump, me sjell situatën ku je izoluar ndërkombëtarisht përveç tyne negociata të fshehta që po i mon me BE-n, siç është kjo me pranimin e dokumenteve të struktura paralele serbe, me sjell situatën në një deprimim të tillë total shoqëror për shkak të çmimeve të larta, shifë se çfarë do të bëhet tash me naftën dhe me shtretimin potencial të rrymës në pranverë. Me sjell situatën ku ata djemë dhe çika që kemi rrit me duart tona me zespresin me ik prej Kosovës sepse nuk shohin perspektiva këtu. Dhe as janë këto qëllime objektiva të agjenda ruse-serbe, e sidomos të atyre të Akademisë së Shkencave dhe Arteve serbe, edhe nga memorandumi 86 ose tutje lidhur me Kosovën, sepse ata janë konshient që nuk mund të futen Kosovë me tanke, por që kështu mund të implementojnë agjendat e veta në raport me Kosovën. Kur ke për shkak një kryeminist i cili pritet që ka ardhur këtu për çka më të mend, për ndonjë punë jo, për ndonjë projekt jo, për ndonjë autostradë jo, do të thotë vetëm rezultate negative, deprimim e mbi të gjitha përçarje dhe helmim brenda shoqërisë. Dhe ky moment është pikërisht ai përse ju më pyetët që e ka për qëllim dhe objektiv agjenda serbe në raport me Kosovën. Një Kosovë deprimuar, një Kosovë ku mbizetron një shoqëri hipokrite,
kisha me thonë, dekadencë, njerëz pa motiv, situatën i teatri politik ku këta janë aktor dhe luajnë lojën e viktimizimit, pa ta në faj, pa të faj ky për mos zgjedhjen e presidentit, ndërsa gjithë ne si qytetarë që e kërkojmë qeverisjen e mirë, sepse bëhet me tatimet, me taksat tona, jemi spektator. Dhe këto situata i dëshiron Serbia. Dhe këto janë implementuar në kohën e Albin Kurtit, me pavedije, historia ka më na tregu. Ndërsa në anën tjetër, në lidhje me pyetjen juaj, sepse hodhet në dy rrafshe, po natyrisht që çuditet edhe SBA, natyrisht që çuditet edhe BE-ja, çuditet me ne se si ne i japim vetes komoditetin me bë kësi akrobacione elektorale në kohën kur bota po ndizet flak. Sakt. Dhe zonin Osmani e keni kritikuar dhe edhe keni ndarë momente habije ju Kastrati se si lejon ajo që njerëz t'i puthin duar, ndërtoj imazhe kështu para elektorale e të tjera. Zgjedhjet po na trokasin. Si përshini zonin Osmani? Po më në kuptimin politikisht. Shiko, pse nuk po të bëjmë përshtypje ato pamje që jo, i ke bëjmë përshtypje se ato janë fushat elektorale, po mënyra se si i organizon kjo edhe momenti kur organizon më irriton shumë, edhe është, domethënë është neveritse. Është e gërditshme, kupton, skena me ta puth dorën. Vetëm Albin Kurti, Vjosa Osmani, e kam thënë me një postim në Facebook timin, prej që janë ardhur na kujtojnë ditën edhe në verin që i zgjatnin dorën në këmbën mja puth njerëzve, dhe kjo nuk ka ndodhur merret me asnjë politikan, sidomos këtë 20 vjeçarin pas luftës. Do të thotë shifet që ata e përjetojnë me kënaqësi atë situatë kur dikush ja puth dorën. Po mua nuk më çudit shumë që këta zgjatin dorën, po më çudit që ka ende njerëz të tillë të cilët u aputhin atë dorë. Do të thotë nuk e kuptoj se ku është esenca. Çka doin me arrit edhe me atë punë. Jo sa Osmani unë kam thënë sa del në televizor, unë ndrej kanalin televiziv, këta përsëris mendoj që është një të trazon. Po, më trazon, është një politikane hipokrite, është një krijesë toksike, e cila është ndërtuar vetëm me gjuhë helmuse në raport me Ashim Thaçi, në raport me Kadri Veselin, kështu ka ndërtuar karrierë politike. Në bërthom, në substancë ajo nuk ofron asgjë, që i merr do vota, po i merr se në këtë vend gjithkush ka marrë vota, ka më marrë dhe në të ardhmen, sepse ne kështu kulturalisht si shoqëri nuk besoj që përbëjmë preashtim edhe nga këto shoqëri tjera ballkanike në kuptimin e mentalitetit si e kemi, si e ndërtojmë. Por ka filluar fushatën, na po thotë jo se po i falenderoj qytetarët, po lema se ti 5 vjet s'ke lëviz prej zyrës, kupton, do të thotë që qenë notere e Albin Kurti, dhe tash kur Albin Kurti s'po të bën presidente, u qovën kome, do të ketë Kosovën me dheza për këtë punë. Natyrisht që kemë pas një votë, edhe ajo nuk e di se sa, varet me çfarë bloku do të Ndoshta mund ta ketë lëvizjen e vet. Po, atë Gjiku i tha dyert i ketë hapura. Dhe kush partia juaj sot? Ish partia juaj, nëse mund ta them. PDK. Po, mendoj që opozita është keq në përgjithësi, PDK, LDK dhe AK do thotë janë në pozicion jo të mirë. E para, PDK-ja ka një luftë të brendshme se kush do të jetë kandidati i jashtëm për kryeministin në këto zgjedhje të jashtme, dhe ky nuk është moment i mirë në vend që të mobilizimit elektoral. Pse s'është zotja Hamza? Ta shumë po dëgjoj që aty ka zërat e tjerë dhe edhe njerëz zhvillojnë apetite të ndryshme për zgjedhjet që po vinë. Fokusi është vetëm te interesat e ngushta personale të njerëzve në PDK, sepse po të ishte ndryshe, do të organizoheshin protesta, nuk se ka pas 1 milion arsye me organizu protesta kundër Albin Kurtit gjatë kësaj periudhe. Qeveria më pasfiduar ishte. Më pasfiduar, domethënë këta nuk e mbajnë llogari dhënie kësaj qeverie, sepse nuk bëhet me disa konferenca për shtyp ku nuk ka as tonalitet, ku nuk ka as është atmosferë depresive, ku nuk ka as ndryshim të mirë me 4-5 gazetar 5 minuta, edhe pastaj me shku me kthy në për jetën e tyre luksoze, në për hotele, edhe në për restorante. Por këta nuk kanë bërë alternativë morale mas pari. Kjo është shumë e rëndësishme. Narrativin moral nuk e kanë. Narrativi moral se jo nuk jemi në milionerat, nuk jam unë, nuk është ai, po është vështirë edhe me rrezu, sepse
kushdo që zhvillon apetite, ti merr shqyrën se çfarë aktiviteti kanë pas, apetite për kandidat për kryeministër nga PDK apo mendoj, i merr shqyrën se çfarë aktiviteti politik kanë pas në raport me Albin Kurti. Merr këndush me anët përveçëm dhe sheh që nuk ka pas nuk ka organizuar kurfar rezistencë ndaj Kurtit. Nuk është kjo PDK-ja që jeni. Jo, nuk jem këtu me debate televizive, me konferenca për shtyp, nuk gërzohet Albin Kurti, po shihet që nuk ka qenë fare objektiv i tyre me gërzuar Albin Kurtin, prandaj edhe nuk jam aty. Por thjesht është ngushtuar loja në apetite personale se kush do të jetë kandidat për kryeministër nga PDK-ja, cila ekip do të rrim mrapa me fitu ato privilegjet eventuale nga pushteti. Ka shumë shembuj të tillë në PDK, për shembull keni Urani Ismailin, i cili 4-5 vite nuk e flet asnjë fjalë për Albin Kurti, nuk bën opozitë, është njeriu i dytë nën kryetari i partisë, e pas 4-5 vite del në skenë, angazhohet për këto zgjedhje lokale në Prishtinë. Pse? Sepse aty do të më ka pastaj këto ndarmonet publike përmes dostat të vet, ku menaxhohen miliona me tendera, e pastaj më vazhduan me menaxhohen bizneset e veta që ka në Prishtinë që flitet gjithandej. Dhe çfarë lloj politikani është, çfarë lloj nën kryetari i partisë i dyti në parti, i cili do të nuk ofron opozit për ndaj Albin Kurtit për 5 vite dhe shfaqet një herë në 4 vite kur janë pyetje interesat e tij personal. Kjo është PDK. LDK është përfaqet zezë me Lumer Abdixhiku, gjithaj potencial, gjithaj listë njerëz të mirë, me profesora, me doktora Abdullah Hoti, Kutim Shala, Hikmetja e tjetri, mirë po Lumir është racë politike e Albin Kurtit. Pra, kjo nuk është alternativë morale, sepse edhe kjo është një farë milioneri. Ky popull është irrituar nga këta milionerët. Pra, është i lodhur nga Albin Kurti popullin kuptimin që ja ka ngrit çmimet e naftës, trymës, jetën ja ka konzumit ditor. O ka vështirësu jetën, mirë po kur e kthejnë kokën, thënë çka me Lumirina, me Uranina, me këta, me milionera, jo, s'po dua as me këta. Ka fuqinë e vogël elektorale, fillon një procesi të zgjedhjeve të brendshme, unë ndërprej, do thotë nuk është që Albin Kurti do të më ofrigu shumë për kësaj opozite që kemi sot. Nuk do të jetë me droj Albin Kurti. Jo. Megjithëse qytetarët e rezident janë me votë, kanë treguar që janë kundër regjimit të Kurtit, por ajo vota e diasporës për mbi 200 vota, për mbi 200.000 vota, po përcakton këtë rezultat. Pase për ironi po ta do zgjedhën dy qeveri, njërin kryeministër të ekzilit, tjetrin një kryeministër rezident. Çka më shpresun? Tani mas akt gjykimit të... Ta në shojmë kushtetuar. Kemi po dy. Çka më shpresun është kjo? Mas akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, nëse përcaktohet qartë që e vërteta ishte se presidenti do duhet zgjidhet deri me 5 mars, dhe ishte ai 60 ditë para 30 ditësh, e nxori në pa të vërtetën, pra dhe e nxori si rance vetëvendosin dhe Albin Kurtin, të cilët qëllimisht e kanë keq përdorur këtë proces për me tentu me vendos në krye të presidentës një militant të vetin partijak, e që tash do ta bëjnë ashtu kështu përmes ushtruesës së detyrës Albulina Haxhiut. Mirë po, akt gjykimi i gjykatës kushtetuese na tregon që zgjedhjet më së largu do të bëhen nëse nuk zgjedhet presidenti në fillim diku deri kamesi i qershorit, dhe unë deri atëherë shpresoj dhe besoj që këtu do të kemi Hashim Thaçin e Kadri Veselin dhe loja ka më ndryshuar shumë në raport me Albin Kurtin, sepse për këta që janë këtu në opozitë nuk moj fort shpresë përveç Ramushit. Për sa kohë që e fundit kjo pyetje Kastrati, për sa kohë që po vjen ky lëmsh politik, kjo bllokadë e inskenuar qëllimshëm, absolutisht qëllimshëm politikisht. Dhe në të njëjtën kohë Kosova po shënon një përvjetor të rëndësishëm, shumë të rëndësishëm, historik të bombardimeve të NATO-s, periudhën prej 70-80 ditësh. Ju u kthyet nga Londra në Kosovë për të ftuar me 3 shkronjat e arta në ka. Uçekën. Si tuaj, si është ky 27 vjet lirie, Kastrati, për Kosovën? Atëherë kur ne nisëshim vullnetari, thashim për me ardhe në luftë, askush se ka menduar që Kosova do të ishte një dritë kaq të mirë dielli si shtet i pavarur, siç arritëm ta bënim mas luftës deri në 2008 e tjera. Por edhe pas 2008 se tutje, masi që u ndërtua shteti, kur s'kisha mujt me besu që ne do të arrijmë një pikë çfarë kemi mri sot, se me plotësisht në sy të juaj këtë 27 vjet përvjetorin e intervenimit të NATO-s. E para do të më thonë që
kushdo që ka kontribu në luftë, ka bë kontratë me vdekjen, s'do më thonë vetëm si ushtarë, se njerëz janë kyç në forma të ndryshme. E dyta kemi qenë, unë që jemi populli më me fat në glob. Ama pak konkurrencë populli më me fat në glob. Do thotë po të ndodhte lufta ajo në një situatë geopolitike aktuale, kur s'kishte me intervenu as NATO as kërkush. Ishte një moment fragjil i Rusisë me Jelcinin, ishte një situatë geopolitike në favor të alatëve perëndimor, po mbi gjithë është e guximi dhe edhe orientimi pro-perëndimor, për dhe aftësia e Hashim Thaqit me bashkëluftëtar të tij që me bë partner NATO, me bë partner Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me legjitimu luftën çlirimtare ndërkombëtarisht. Kjo është suksesi më i madh që arrit. Pika kulminante ishte kur NATO filloi m'ia bë portokall qiellin Beogradit dhe Novi Sadit për neve. Pra për mu kjo ka qenë emocioni më i madh në jetën time. Sot, mas 27 viteve, merr shembuj ku dush në përbotë se sa fat keq kanë pasur shumë popull që s'kan fare shtet. Kurdët janë për 20 milion. Ne do të përfundoni më keq se kurdët e palestinezët mos të ishte natyrisht lufta shqiptare po mos të ishte edhe intervenimi i NATO-s. Sot ishe rrjetet sociale të shqiptarëve të Kosovës të flasin për NATO-n edhe për SBA-n me gjuhën e serbëve të Miloševićit të vitit 90-ta. Pra një anti-amerikanizëm i cili nuk e di se ka bërën, ka ju vije, përderisa këta njerëz na kanë shpëtuar dinjitetin. Po them, mos të ishin këta, ne do të ishim më keq se sa kurdët e palestinezët sot. Të falenderoj për kohën, Kastrati. Faleminderit shumë, merci. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.